Si një gjë duat kuptoj, ata japun fjalën Bashi. Po kjo lëvizje që nisi tani, pra kjo foltorja 2, që s'është protest, çfarë qëllimi ka, pra të rrëzoj qeverinë, të kërkoj qeveri teknike, si thot Berisha, pra kush është qëllimi? Qeveri teknike. Po zakonisht ngrihet para zgjedhjeve. Duan edhe teknike. Por qeveri zgjedhjet parakoshme. Foltorja sot është pjesë e një procesi. Qeveri teknike që të çojnë. Pra ju e dini që Rama nuk ja u jep që tani, po po e nisni që tani që ta merrni në 2000. Sot është pjesë e një procesi multidimensional. Nuk është vetëm foltorja, le të themi, objektivi apo synimi i opozitarizmit për Partinë Demokratike. Ka disa opozitarizmi realizohet në disa plane, një për cilave është foltorja. Vazhdojnë lufta parlamentare, vazhdojnë pa dyshim foltorja e cila do të përhapet edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, do të ketë organizime pa tjetër edhe të protestave. Do e banalizoj, po ta bëjmë foltorën dhe në qytetet tjera? Komunikimi me qytetarët nuk është kur i tepërt. Komunikimi me qytetarët nuk është kur i tepërt. Unë me Grigesin pranë do të thoja që edhe qytetarët e Vlorës meritojnë një drejtim shumë më të mirë, kështu që duhet më marrë dhe me to, jo vetëm për Tiranën, edhe me Beratin, dhe me Corrikun. Problemi është qytetarët kanë deleguar ty me folë në parlament. Nuk mund ta bëjmë Facebook atë parlamentin e qytetarëve. Por qytetarët vinë protest kur ti bind në parlament. A ke kaos për të rritë? Dakord jam unë, ajo qeveri është arrogante. Nuk le me fal, nuk të ngre komisionet hetimore, nuk i kërkon llogari dhe u pa që a janë kauza këto? Më lejo ta mbaroj. Niko Peleshi e mbylli seancën kur i desh shefi Ramës dhe jo nuk u sos sekretar kuvendi dhe domethënë kjo është e pafalshme sepse kryeministri nuk e ka llogarinë me opozitën, nuk do me dëgjoj vëlla Bars Paje, nuk do me dëgjoj Sali Berisha. Po me qytetarët e ka llogarinë dhe kryetari i kuvendit sillet i tillë që i kërkon qeverisë llogari. Okej, gjitha këto qëndrojnë për një kaos. Çështja është që ti je deleguar nga qytetarët me fol në kuvend. Deputetët një parti politike ka kuvendin, e bën debatin në kuvend. Patjetër. Në sheshet janë për protesta, fushatat qytetare janë. Po ne po na hiqet drejta jo pikërisht në parlament, e fjalës në parlament. Do fitosh atje Bari. Ke pas për shembull një gjë, ti je kryetari i Komisionit të Shëndetësisë. E preket çështjen e ligjinës. Jam futur e kam punuar vetë, nuk jam specialist. Qeveria ka gënjur me protokollin e Stambollit edhe me direktivën BE-s. Ta tha dhe ambasadori franceze, nuk ka direktivë BE-s për këtë gjë. Pse valla nuk bëhet seanca me qytetarët juve se ky ishte ligji, do kishin ndjeshmëri të madhe. Pse nuk i bërën në Shkodër ti? Pse nuk i bën deputetët e tjerë në qytetet e tjera? Jo, më fal, se ky është koncepti i parlamentit me qytetarët. Po, ma dëgjoj tani ta jap informacione se një ligj të rëndësishëm. Po jo, më ligji kaloi dhe shqiptarët nuk e morën vesh realisht, sepse del Sali Berisha, flet për gjithë juve. Më vjen kjo, se unë e maj parlamentin kur ka qenë baba jot kryetar grupi parlamentar, Rameti pas shpirti, edhe Pjetër Aknori, që ka kundërshtu Sali Berishën edhe kur donë me arrestu Genc Rulin edhe Recep Kukën, se ishin burra që dishin me kundërshtu, dhe sot s'ka njëri që kundërshtojë Sali Berishën aty domethënë. Jo, nuk ka çështje. Flet vetëm Berisha. Po unë nuk marr me një fjalim në parlament juajin, vetëm se del Sali Berisha, i lini kohën Sali Berishës, bën ai domethënë akuza dhe unë duhet të ngjoj ty se unë e di që ti di për shëndetësinë. Unë duhet të dëgjoj deputet tjerë që din për atë. Unë duhet të dëgjoj Grigelsin që flet, domethënë Xhaferajn, tjetrin, domethënë që flasin dhe që thonë ide. Por ç'është kjo domethënë vetëm shitësmit? Në fakt futja me shqiptarët asgjë se çka kanë mend opozita, nuk po e kuptojnë më. Ti do thuash protestat bëhen me 12 maj, me 13 maj, me 14 maj, 2 ditë pas zgjedhjeve. Sepse shqiptarët e kanë bindje që u vollën, pse nuk vinë? Por çfarë duhet tani që s'ke bër një debat brendshëm, ora i kërkohet llogari, domethënë. Shiko, se qytetarët nëse ti nuk je i sinqert me vetveten, nuk vinë pas teje. Ka një pyetje shumë fort më. S'kan shku ke qeveria, po pse s'po vinë këty? Ta shpjegoj vetëm një moment sepse ju me drejt ngritet një shqetësim dhe ajo çfarë po thoni ju është eksaktësisht ajo çfarë kërkojmë ne. Ne po kërkojmë hapësirën dhe drejtën tonë të fjalës në parlament. Do e fitosh në kuvend, jo në Ju thoni, më fal, por në kuvend po kërkojmë ne. Por në kuvend nuk po na jipet. Po atje më do e fitosh betejën. Shiko, në 10 seanca dhe nuk është as pak egzagerim. Ju një kontrolloni. Në 10 seanca ne kemi pas vetëm një herë mundësinë për të marrë diskutimet tona. Po e keni përfunduar sherrën nga. Jo, nuk ka qenë absolutisht. Nëse kryetari i kuvendit vendos me urdhër politik mblidhet grupi parlamentar i PS-s dhe vendosi do të ndërpriten diskutimet pa as edhe një lloj argumentimi, është një arrogancë absurde
nëpërmjet së cilës synohet të hiqet pikërisht e drejta e fjalës opozitës për një ligj që ju e përmendet. Në këtë situatë qytetarët Për një ligj. Shikoj tani të shpjegoj ligjin e parazitës gjinore masi e morët për shembull. Dgjoj, shkurtoj që t'i jap fjalën dhe Lisandrit, pastaj. Vetëm një pastaj. sekondë se ngriti me shqetësim, pse se ngritët ju. E para ishte një ligj i cili ishte i futur në kalendarin e punimeve të parlamentit me urgjencë, me prioritet absolut nga qeveria. Kemi pas më pak se 10 minuta, më fal. Ne kishim detyrimin me kalu në Komisionin Parlamentar dhe kemi pothuaj gati çdo ditë diskutimet edhe me grupet e interesit në Komisionin Parlamentar, se do të bëjmë aty herë mbrojtjen ne dhe diskutimin kryesor. Kemi ngrit zërin tonë në çdo studio televizive në mbrojtje të arsyes se pse ishte një ligj anti-shoqëri dhe anti-familje. Dgjoj, që mos ta kthejmë në debat për ligjin, se atë e kemi ezauruar. Po me drejtë ngriti një shqetësim. Jo, dakord, unë kam qenë duke bërë emision atë ditë për atë ligj dhe u çudita nga fakti që opozita nuk ishte aty për ta votuar. Simbolikisht, domethënë, se e kuptojmë që ju se nuk e rezoni dot. Nuk ishin disa persona, siç është normale, sepse nëse manin mend, ishte një seancë super e zgjatur. Po pse kishte opozita punë të tjera më të mira për të bërë se sa drejta. Dëgjoj pak se është edhe kuriozitet për juve. Me dëgjonit se isha vetë prezent, isha personi që do flisja në emër të grupit, sepse ishim komisioni përgjegjësh për atë ligj, për ligjin e barazisë gjinore, dhe mu e para nuk më dha fjala, mu ashtu si askujt tjetër, po unë partën që isha edhe drejtuesi komisionit përgjegjës për atë ligj, imagjino të tjerët pastaj. Isha mjek në profesion që ka ishte një argument më shumë për të diskutuar mbi gjinit, të paktën. Prandaj them që me vot do shprehnit revoltën tuaj se për ta rrëzuar çdo rezoni dot. Mos ta abuzojmë me faktin, sepse nuk ishte mungesë, nuk votum, nuk ishim ne që nuk ishim prezent. Ai ligj ishte parashikuar të realizoheshin diskutimet. Ishte një seancë super e gjatë, ishte në darkë vonë dhe në mënyrë të papritur. Do flinte gjumë tani. Po jo, tani nuk mund të kërkosh gjithë deputetëve 24 orë pa. Po deputetët këtë punë kam serin ata të Partisë Socialiste në rresht për një edhe një natë. Ato morën urdhrin mblidhuni, ka qenë Salla Bosh mblidhuni se do të kalojmë direkt në votim pa diskutime. Ka drejt kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike të ndërpres seancën? A ka drejt kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Nuk e pranojnë ato. Se shkuam tek ligji për barazin gjinor. Më fal. Ajo që ishte e turpshme, ajo që ndolli ishte fakti që kërkuan 20 minuta pushim për mbledhje grupit parlamentar, kryetari i grupit të Partisë Socialiste, dhe ne po prisnim për të filluar seancën me diskutimet pikërisht mbi atë ligj. Dhe menjëherë me të marrë mbledhjen dolën me vendimin që do të ndërpriteshin diskutimet. Kjo nuk ka bavaki kur. Kjo nuk ka ndodhur. Aty do të kishte të mbledhet një grup parlamentar dhe vendosi do t'i heqë fjalën i grupit tjetër parlamentar. Duhet të digjnin karriget thua. Ato ditë po ja vlen me ul dritat, me heq dritat nëse është votuar ta Marku pa numrin e votave. Po. Lisander, kam një pyetje që trim pak të protesta ose të foltoria. Po ta vjen atë përmbysën ditë. Çështja është se shqiptarë që ato ditë Lisander, çështja është fakt tashmë dhe është fakt i mirë njohur publikisht, gjerësisht publikisht, fakti që ai ligj ishte një ligj në kundërshtim të opinionit publik. Si? Nuk ta ka bë Gonzato, ta ka bë PS-ja. Jo, s'kam punë me ne kemi punë me Gonzaton, ne kemi punë me këtë majorancë që vendos të ndjek agjendat dhe majtiste. Ne kemi thënë qartë asaj. Ky është një ligj i cili u tentu të mshehej mas konventës së Stambollit, u tentu dhe nuk funksionoi, u tentu të mshehej mas direktivave të Bashkimit Evropian. Ishte momenti për një reagim më të fortë nga ana opozitës në komentore. Të shkurtër, ndjes. Për këtë pastaj pyetjet, po një koment shkurtër. Shumë shkurt, bëj komentin se kam një pyetje tek protesta. Dhe gjithë Partia Socialiste u çua për ta ndruar fabulën, për të thënë që shiko, na u fyen një ambasador, harrojeni që po votojmë një ligj i cili është ndëm familjes, ndëm vlerave tradicionale të shoqërisë, dhe grupi parlamentar i PD-s, nëse i ka rënë bilbilit e tavolinave, ka dje karrige për lloj-lloj arsyesh, për këtë arsye duhet bënte të pamundurën që tregonte. Vërtet ne jemi një regjim, vërtet tu ligjet kalojnë në mënyrë jo demokratike, këtu s'ka rregullore parlamenti dhe këtë e dim, nuk është se zbuluam sot, pas 11 majit, e dim PD-ja. Ka kaq vite që thot u shkel kjo, u shkel kjo, u shkel kjo me shembuj.
Problemi është që nuk reaguan. Dhe kjo është fatale për shoqërinë, sepse po të krijosh e klima, njerëzit nuk e dinë çka ka kaluar. Nuk e dinë njerëzit realisht çfarë do bëjë ky ligj, kush janë derivatet e këtij ligji, çfarë do pësojnë nesër për shkak se u hap rruga. Lisandër, një pyetje kam. Tani për te faktit foltore apo protest, sigurisht që besoj ju njerëz doni në këtë foltore, pra të vinë duke ushtuar nga dita e sotme. Po njerëzit i keni pyetur se çfarë duan, pra a donin ata një foltore, a duan një protest, a duan një revolucion, apo duan një formë tjetër më qytetari, apo base nuk ju duan juve, prandaj nuk vinë. Në fakt nuk janë pyeta strukturat. Si nuk janë pyeta? Ka 7 muaj që nuk mlidhet Këshilli i Kombëtarit PD-s, dhe unë nuk doja të ndërhyja kolegëve, i cili është autoriteti kryesor në Partinë Demokratike. Ne bëm gjithat luftë kundër Lulzim Bashës si shkelci i statutit, ndërkohë është marrë vendimi që ne nuk do kemi kandidat zgjedhje pa pyet Këshillin Kombëtar. Dhe gazetarët Euronewsit dhe të mediave tjera nuk e ngrenë këtë pyetje. Ore, mbi ç'bazë është marrë ky vendim? Se nëse gjithë partia nuk vendos për një rrugë politike, të mirë apo të gabuar, ky nuk është një vendim i drejtë. Pra ti thua që duhet ishte marrë një vendimarrje edhe në Këshillin Kombëtar? Edhe koalicionet miratohen në Këshillin Kombëtar, me kë parti do bëjmë koalicion, me kë nuk do bëjmë. Për 6 muaj rrëzoi Ramën edhe se keni kuku llogari. Unë nuk i ndërhyra kukuj. Dakor, ta mbaroj se kam po flas i fundit edhe së dyti. Është 7 muaj dhe 6 ditë nga dita e zgjedhjeve. Pse duhej pyetur Këshilli Kombëtar kur kjo është duhej bëjë strategji politike. Dëgjoj, strategji politike Këshilli Kombëtar nuk është për deputetët, pra një lëvizje që deputetët po e bëjnë. Nuk ekziston deputeti në statutin e partisë. Ky grupi parlamentar nuk është organ vete. Është Këshilli, është Kuvendi Kombëtar, Këshilli Kombëtar, Kryesia e partisë, kryetari i partisë dhe organet e partisë. Në këtë kontekst i takon të Këshillit Kombëtar, ndoshta dhe kishin miratuar, mos nuk them se do kishin shumë kundërshti aty. Po ne si jemi mbledhur as për zgjedhjet, për asnjë lloj diskutimi. Pra është marrë një vendim që ne do hyjmë me kandidat apolitik. Lavdi Zotit që s'u bë Tirana se një lloj do dilte. Me gjithë respektin për zotin Binaj dhe gjithë kandidatët e tjerë. Pse do dilte një lloj Tirana? Se në sondazhe Binaj po dilte mirë, pavarësisht se kam një pyetje tjetër të sondazhe. Ti je në narkoregjim. Edi Rama është personi i cili ka bllokuar demokracinë, tranzicionin, gjithçka në Shqipëri. Pas datës 11 maj, forca ime politike duhet fillonte serinë e protestave për të kërkuar përsëritjen e procesit zgjedhor. Jemi 7 muaj e 6 ditë nga ajo datë. Klima është ajo që thot Ilazaj. Lodhen njerëzit pastaj, nuk të ndjekin më. Dhe unë me 10 herë këto muajt e fundit në studio televizive i kam paralajmëruar partinë time për këtë situatë. Foltore, miting, quhet ç'të duash. Po. Terapi grupi po duash quhet, që mblidhemi dhe flasim ne. Ora njerëzit kanë nevojë të shpëtohen. Ne e bëm foltorën. Foltoria për shpëtimin e Partisë Demokratike ishte foltore politike, kishte ide të qarta. Po, edhe aty i pam numrat, pra, unë prandaj e bëj pyetje, se dhe te foltoria për PD numrat i pam, thonë janë me Saliun më shumë se me Lulin. Kishte teza politike shumë të mira, të cilat nuk u materializuan dot, për shkak se u prevaloi interesi për grupin parlamentar. Pra unë nuk të vinë nëse kështu, dhe o burra rëndën pas grupit. Më fal Ilazaj. Jo vetëm një fjali këtu se model, kur Berisha i duaj zgjedhjet e pjesshme për të fituar partinë. Jo vetëm që nxori njerëz, po bëri namin për të nxjerrë njerëz. Fitoi dhe Shkodrën. Jo fitoi Shkodrën. Kurse kësaj radhe pse kishte atë interes, nuk mori pjesë fare për njerëzit më shtyp. Zgjedhjet e pjesshme. Erla, un kam folur Zgjedhjet e pjesshme kur duan janë të rëndësishme. Kemi kohë. Ilazaj, më lësh. Ja ta përfundoj. Ne jemi në një udhkryq politik se njerëzit presin zgjidhje. Po kush e ka vendosur PD në një udhkryq politik? Situatat, vendime që ka marrë pa diskutim. Situatat cilat ka qenë pjesë dhe vendimet politike që ajo ka marrë, cilat e kanë sot këtu.